Futbolli shqiptar në zi ndahet nga jeta Paulin Ndoja, legjenda e Portës shkodrane. Shkodra dhe futbolli shqiptar humbën një figurë të rrallë në moshën 80 vjeçaresh, ndar nga jeta Paulin Ndoja, ish portieri vllaznis dhe kombëtares shqiptare, një emër që la gjurmë të pashlyeshme në historinë e këtij sporti. I lindur në 19 dhjetor 1945 në Shkodër, Ndoja u ngjit shpejt në majat e sportit duke fituar Kupën e Shqipërisë me vllaznin në vitin 1965, vetëm 20 vjeç. Pas një ndërprerje për shërbimin ushtarak në Skrapar, ai rikthehet në ekip për të ndihmuar në fitimin e titullit kampion dhe të Kupës së sezonit 1971-1972. Por një vit më pas, për arsye biografike, karriera e tij ndërpritet në mënyrë të dhimbshme. Ndoja përjetoi ndërhyrje politike edhe në jetën personale. Në vitin 1971, partia i kërkoi të ndahej nga e fejuara për shkak të biografisë së familjes së saj. Unë nuk e ndava, babai dhe xhaxhai më thanë, dorëzo teshat, por gruan mos e ler. Rrëfente ai më vonë. Megjithatë, ky refuzim ndikoi drejt për drejt në fundin e karrierës së tij. Në vitin 1973 u përjashtua përfundimisht nga futbolli. Biografia më ndiqte kudo, ka kujtuar ai. Madje, për të vazhduar sportin, ju kërkua të gjente një komunist në Fis apo të kishte lidhje familjare me ndonjë të tillë, një absurditet i kohës. Edhe pse i thirrur disa herë në kombëtare, Ndoja luajti vetëm një ndeshje zyrtare, atë kundër Kinës, ku Shqipëria fitoi 2-1. Isha i grumbulluar shpesh, por s'më lejonin të luaja zhvendit, thoshte ai me ironi të hidhur. Pas viteve 80, Ndoja u rikthye si trajner portierësh, profesion të cilin ai e ushtroi deri para pak vitesh. Ai do të kujtohet jo vetëm për talentin dhe sukseset, por edhe për karakterin e palëkundur përballë padrejtësive të kohës.